Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka zhvilluar sot analizën vjetore për vitin 2024. Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues të prokurorisë të drejtorisë vendore të policisë, kryeprokurori Elion Mustafaj, përfaqësues i prokurorisë së përgjithshme Isajata dhe Erion Fezullah, përfaqësues i KLP-s. Në fjalën e tij, prokurori Mustafaj tha se në këtë vit përparësi ka qenë trajtimi i veprave penale problematike që shqetësojnë komunitetin e qarkut Fier, narkotikëve, veprat penale kundër mjedisit, kundër lojrave të fatit e të tjerë. Për vitin 2024 janë trajtuar nga 4528 procedime penale, 2086 janë regjistruar në vitin 2024, ndërsa 2428 të mbartura nga vitet e kaluara. 5 kërkesa për ndihmë juridike, 15 kërkesa për ekstradim dhe 2 kërkesa për njohje të vendimeve penale të huaja. Po ashtu, janë nxjerrë 1289 urdhra ekzekutimi, si dhe 34 urdhra për kërkim dëshmëtar. Po ashtu, janë ndjekur 413 çështje të tjera të përfaqësuara në gjykatë, duke përfshirë lirimet me kusht, kërkesa për mësim burgim pa drejtë dhe tjera. Pavarësisht sa nga kërkesat dhe problematikave që theksohen sipër, Prokuroria Fier ka patur në vëmendje punës së saj drejtimet dhe përparësitë e luftës kundër kriminalitetit. Themel prioritarisë prokurorisë ka qenë lufta kundër veprave penale në fushën e pasurimit parave apo kundër veprat penale që lidhen me gjynimin e pasurimit të paligjshëm me synim goditjen e këtij fenomeni nëpërmjet masave parandaluese, të parashkruar në ligjin për historia penale apo ligji i të quajtur antimafia. Ndërkohë në prokurorinë e Fierit janë regjistruar 61 procedime penale dhe 4 procedime pasurore, ku 8 prej tyre janë të siguruara mbi bazën e informacionit të siguruar nga mediat. Në lidhje me hetimet e subjekteve të posaçme dhe me interes të lartë publik, vlen përmendet se gjatë muajit mars 2024 regjistruar një procedim penal për një deputet kuvendit të Shqipërisë dhe 6 persona të tjerë në hetim për vepra penale shkelja rregullat mbrojtjes punë, shpërdorimit e detyrës e tjera me 2 viktima persona të vdekur. Ky procedim penal është kaluar për kompetencë në dorën e prokurorisë së posaçme. Hetimi i këtij rasti është një shembull shumë pozitiv eficiencë në kryen e hetimeve jo vetëm për ballimin e presionit publik, por edhe për mirëorganizimin e punës, drejtimin e hetimeve në vendngjarjen e prokurorët, ndarjen e detyrave, si dhe veprime të shpejta të oficerëve të policisë gjyqësore, të shërbimeve dhe të seksionit. Konkretisht, brenda një kohe rekord, vetëm për 6 ditë, me një shumëllojshmëri veprimesh, përfshirje dhe ekspertime, u arrit të bëjë dokumentimin e ngjarjes. Për këtë meritojnë falënderime prokurorët Elona Gixhari, Lorena Salillari dhe prokurori Petrit Vukaj, si dhe oficerët e policisë gjyqësore të seksionit dhe të shërbimeve, të cilët, për shkak se janë të shumë të numër, nuk po i përmend sepse nuk dëshiroj të harroj asnjëri. Mustafaj ka theksuar në fjalën e tij se prokuroria Fier është larg pritshmërive për arritjen e objektivave për shkak të mungesës organikës. Në vitin 2024, prokuroria Fier ka patur të miratuar në strukturën organike 64 punonjës dhe ka vazhduar të funksionojë me organik jo të plot, kryesisht për shkak të mungesës së prokurorëve, si rezultat i procesit të rivlerësimit kalimtar vetting dhe dinamikave që ka sjellë reforma në drejtësi, ndërkohë që një kërkesë parsorë mbetet edhe një godinë e re për institucionin e prokurorisë.